Besoj që unë jam Pluton Vasi, datë lindje janë 1963, 10 qershor, ora 11:15 kam lindur, në Durrës. Profesioni që them që ja kam arritur fillimit është regjizor. Tu vallëzohet me jetë është historia e marrëdhënieve njerëzore midis dy kohëve. Kohës para 90-s dhe kohës sot. Skenari tek Tu vallëzohet me jetë është Bashkim Hoxha. E një mirë këtë shtëpi. Çdo cep të saj. Çdo përshpërim. Për sigurt, gjithë bota ka përgjuar, përgjon edhe do të vazhdoj të përgjojë. Dish ti se sa para harxhohen për të blerë teknologjitë e përgjimit dhe të spionazhit, nuk e imagjinon dot. S'kishte ditë dhe mos ta ndiqja. Bile isha me shumë fatje përgjoje. Gjuar? Po, përgjuar, që ndroja atje në katin e tretë të këtij pallati. Tani varet se si do ta shikojmë suksesin, se vlerësimi nëpërmjet çmimeve është tjetër gjë dhe vlerësimi nëpërmjet reagimit është tjetër gjë. Kam pas fatin që t'i kem përjetuar të dyja këto. Me filmin Maja kam marrë në fjalë satisfaksionin nga më të jashtëzakonshmet, pothuajse në të rruzullin, ashtu sikurse edhe me dokumentarët kam marrë vlerësime edhe nga publiku, po edhe nga Anglia mbetet ndër vendet që kam marrë satisfaksion të jashtëzakonshëm. Me filmin Maja, edhe me Këtu vallëzohet me hijet. Përveç çmimeve, si filmat në fjalë kanë marrë filme më mirë në festivale nga më të ndryshmet, spektatorët gjatë shfaqjeve të filmit, reagimet me fjalë shkërkuar që të revizionohet përsëri filmi, po edhe në kinema edhe në sallën, edhe kur ka qenë festivale, edhe kur ka qenë në sallë kinemas. Kinema shqiptare nuk mund të humbi, sepse në Shqipëri talenti lind bashkë me jetën, bashkë me frymën, talenti në këtë fushë tek shqiptarët. Është neglizhuar, nuk se ka humbur, nuk e kanë vlerësuar. Kinemaja nuk është thjesht siç është poeti që ka marrëdhënien me fjalë percepton dhe në një laps dhe një letër apo dhe piktori me një studion e tij, dhe kinemaja është histori marrëdhëniesh. Po të ndalojmë të marrim në analizë vetëm komponent të kinemas janë piktura, dramaturgjia, loja aktorëve, kamera, muzika. Pra janë një sër komponentë, një martesë e jashtëzakonshme që i ka dhënë rezultatet dhe që ka mbijetuar pavarësisht nga të gjitha keqkuptimet dhe keqpërdorimet që janë bërë dhe që vazhdojnë akoma të bëhen me kineman për hatër të komercializmit e të njëjtën tjetrën. Nuk mund të përmendësh një emër, sepse në kineman shqiptare, në historinë e kinematografisë shqiptare janë disa personalitete. Aq më tepër kjo matet me punën. Dhe ka kineastë që kanë punë të jashtëzakonshme, pavarësisht për X konjunkturën tjetër janë bërtitur edhe ca tjerë, që ata kanë qenë vlerë, po janë bërtitur ca tjerë. Pra është si puna e kur hidhen pishin dhe në garën 4x10 me djalë të tërë janë talentuar se arrin në kohën e duhur, mirë po ai që deli pari ai hipur në po jo se s'di not. Janë disa që janë bërë për të nderuar, me fjalë janë profesor Kristal Dhama, profesor Gzimir Ebara, profesor Dimitër Aragnosti, profesor Viktor Gjika. Flas për brezin e parë, sepse pastaj po të vazhdojmë është një brez tjetër që edhe ata janë të nderuar dhe kanë bërë një super kështjell që quhet kinemaja shqiptare. Pavarësisht nga periudha, pavarësisht nga që japin gjithmonë intonacione diabolike, jo diktature e tjetër. Kinemasi bën mirë çdo lloj ndërhyrje. Urdhrat të detyrojnë që të djesh një formë akoma më të mirë për ta paraqitur sa më bindshëm atë. Nuk ka krizë se sa për mua ka një keq përdorim. Komercializmi dhe lufta për të arritur, për të bërë me fjalë punë e madhe se çfarë është mua më duhen lekët, më duhet të fitoj, këto janë probleme, po kjo nuk është krizë, sepse në thelb, në Shqipëri talentin, çado që t'i bëjnë talentin nuk e vdesin dot, nuk e ngordhin dot. Dhe talenti është tjetër punë që nuk është në vendin e duhur. Në brezin e ri është talenti. Tjetër punë që për arsye XY, për arsye
emergjence, për arsye nga më të ndryshme, këtë etiketojnë krizë. Paraqitja mosqenia prezence e kinemas tradicionale shqiptare që sjell është krijuese, është sfidante, unë nuk e quaj krizë sa një periudhë kalimtare. Kinemaja shqiptare përgjithsisht ka ditur të sillet me politikën dhe ka dhënë super vlera. Tjetër gjë që tash ka akoma njerëz që thonë, kinema e diktaturës, kinema. Këto janë produkti i atyre njerëzve që janë ngrysur të zakonshëm dhe janë gdhirë të jashtëzakonshëm. Unë them që pasqyrohen, nuk di të ta them me përqindje, po pasqyrohen. Vijnë temat e ditës. Se shiko, nuk mund të absolutizohet që duhet, sepse fjala vjen, unë konkretisht për shembull që më ngacmon tema e ditës, fjala vjen, por ndërkohë jam në një orar, si flas në cilësinë e krijuesit, jam në një orar që më ngacmon më shumë kjo tema tjetër. Dhe sigurisht që mundohet njeriu të bëjë martesat që servirja të jetë sa më efikase, të jetë sa më evidente. Si të mësojmë edhe të shkëmbejmë, të dyja duhet sepse është si puna e dy vëllezërve, edhe është fiks kështu, që një vëlla ka fat tjetër nga ky vëllai tjetër, kështu që të dy në mos mënyrë se tjetër duhet ulen dhe të diskutojnë jo një herë në javë, po pothuajse për ditë që tulen dhe të shkëmbejnë si arrit qëllimit që ti je më me fat se sa unë ose një tjetër. Nuk di ta them. Por, me fjalë mënyrë absolute them, por identiteti i filmit shqiptar ka lidhje i filmit gjithmonë ka lidhje me tematikën, se sa me servirjen, në mënyrën e servirjes, sepse servirja është individuale, ka të bëjë me talentin, ka të bëjë me mënyrën se si e shikoj unë dhe mënyrën se si e. Duke u referuar tematikës, sigurisht që ka një identitet, por nuk di ta them në mënyrë absolute, për shembull që sepse një tematikë që është vertikale shqiptare, fare mirë mund të serviret nga një komsi tjetër, por historia e identitetit sigurisht që nuk ka, sepse ai ka këndvështrim tjetër, kurse ne kemi një këndvështrim tjetër për një ngjarje që është shqiptare, fjala vjen ose një tjetër. Identiteti, për mendimin tim, ka të bëjë me mënyrën e servirjes të asaj tematike që merr përsipër. Çdo mëngjes që zgjohet, duhet dalin pasqyrë dhe thotë s'ka si unë. Duhet dashuroj veten në mënyrë maksimale, pavarësisht nga të gjitha. Për të vënë një baraspeshim të kësaj, do të them një thënie të Charlie Chaplinit, mbasi të vdesim, të kemi fat të ngjallemi dhe të shohim kemi pas apo s'kemi pas talent. Këtë e thot një gjeni. Të mblidhemi çdo ditë dhe të gëzojmë që po u rikthyet festivali dhe është shumë progresiv. Se festivali sido që të jetë është për ne krijuesit dhe që marrin pjesë është tryez pune, tryez përballje. Pastaj historia e çmimeve është histori tjetër. Po sepse asnjë nuk e ka thënë, apo e them unë i pari, nuk ka regjizor më të mirë se sa unë.